Gjesti është emri që do të mahet mend gjatë nga ky edicioni Big Brother VIP Albania, me një rrugëtim të jashtëzakonshëm, plot emocione, sfida dhe momente të paharrueshme. Ai është shpallur fituesi i edicionit të 4, duke lënë pas Rozana në finale. Faleminderit të gjithë shqiptarët anë mban botës, besoj e kam merituar. Faleminderit Top Channel që më ka hapur dyert kur nuk kam për të harruar. Faleminderit Zotit, familjes, publikut. U kry çdo sen. Ishin fjalët që pasuan emocionin e fitores, një fitore që nuk ishte vetëm mbi lojën, por mbi çdo paragjykim dhe çdo pengesë që jeta i kishte vënë përpara. Gjesti nuk ishte thjesht një banor, ai ishte zëri atyre që janë përballur me jetën e vështirë, por nuk janë dorëzuar. Ai tregoi se ti jesh i ndershëm, i drejtë, por mbi të gjitha vetvetja mund të jetë strategjia më e fortë për të fituar zemrat e publikut. Me një të kaluar të mbushur me sfida, ai japi zemrën publikut pa filtra, rrëfimet për fëmijërinë e vështirë, për mungesat, sakrificat, për betejat që ka kaluar për të qenë ky që është sot, e bën të prekshëm dhe të vërtet. Ai preku ekranin për më shumë se aq, preku shpirtin e publikut, çdo lot i tij, çdo buzëqeshje, çdo debat apo përqafim brenda shtëpisë së Big Brother VIP u kthye në moment të reflektimi për shumë shqiptar. Fitoria e gjestit nuk ishte vetëm një kup, ishte një mesazh për çdo që ka ndjerë se nuk ka vend në këtë botë, për çdo që ka luftuar për të dalë nga ija. Gjesti u bë simbol i shpresës, i dritës që nuk shuhet, pavarësisht se sa e gjatë është nata. Në fund, ishte publiku ai që vendosi, dhe ai vendosi me zemër, gjestin.